Data 19 qershor. Ligji për të rirë. Kapitulli 24. Kur një njeri merr një grua dhe martohet me të, dhe më vonë ndodh që ajo nuk e kënaq më, sepse ai ka gjetur në të diçka të turpshme, le të shkruaj një shkresë ndarjeje, t'ia jap në dorë dhe ta dëbojë nga shtëpia e saj. Në qoftë se ajo del nga shtëpia e saj dhe bëhet bashkëshorte një burri tjetër, në rast se bashkëshorti i fundit fillon ta urrejë, ai shkruan për të një shkresë ndarjeje, ja jep në dorë dhe e dëbon nga shtëpia e tij, ose nëse bashkëshorti i fundit që e kishte marrë për grua vdes, burri i parë që e kishte dëbuar nuk do të mund ta marrë përsëri për grua, pasi ajo është ndotur, sepse kemi të bëjmë me një akt të neveritshëm në sytë e Zotit. Dhe ti nuk do ta njollosesh me mëkat vendin që Zoti, Perëndia yt, të jep si trashëgimi. Në qoftë se një njeri është i posamartuar, ai nuk do të shkojë në luftë dhe nuk do t'i ngarkohen detyra. Ai do të jetë i lirë në shtëpinë e tij për një vit dhe do të bëjë të lumtur gruan me të cilën është martuar. Asnjëri nuk do të marrë peng gurin e mokrës së poshtme apo atë të sipërme, sepse do të ishte një lloj sikur të merrte peng jetën e dikujt. Në rast se kapet një njeri duke rrëmbyer një nga vëllezërit e tij ndër bijtë e Izraelit dhe e trajton keq dhe e shet, ai rrëmbyes do të vritet. Kështu do ta shkulesh të keqen nga gjiri yt. Në raste lebre, trego kujdes të madh dhe bëj gjithçka t'ju mësojnë priftërinë të Levit. Do të keni kujdes të veproni ashtu siç i kam urdhëruar. Mbaj mend atë që Zoti, Perëndia yt, i bëri Mirjamit gjatë udhëtimit mbas daljes suaj nga Egjipti. Kur jep hua diçka të afërmit tënd, nuk do të hysh në shtëpinë e tij për të marrë pengun e tij. Do të rish jashtë saj, dhe njeriu të cilit i ke dhënë hua do të ta sjellë jashtë pengun. Dhe në rast se ai njeri është i varfër, nuk do të shkosh të flesh duke pasur ende pengun e tij. Duhet t'ia kthesh pengun në perëndim të diellit në mënyrë që ai të flerë në mantelin e tij dhe të bekojë, dhe kjo do të vihet të llogarinë e drejtësisë para syve të Zotit Perëndis tënd. Nuk do t'i hash hakun e argatit të varfër dhe nevojtar, qoftë ai një nga vëllezërit e tu apo një nga të huaj që banojnë në vendin tënd brenda portave të tua. Do t'i japësh pagën e tij pa atë ditë, para se të perëndojë dielli, sepse ai është i varfër dhe kjo është dëshira e tij. Kështu ai nuk do të bërtas kundër teje para Zotit dhe ti nuk do të kesh mëkat. Nuk do të dënohen me vdekje etërit për bijtë e tyre, as do të vriten bijtë për etrit e tyre. Secili do të dënohet me vdekje për mëkatin e vet. Nuk do të cënosh të drejtën e të huajt o të jetimit dhe nuk do të marrësh peng nga rrobat e gruas së vet, por do të kujtosh se ke qenë sklav në Egjipt dhe se të ka liruar Zoti, Perëndia yt. Prandaj të veprosh në këtë mënyrë. Kur korr në arën tënde dhe harron aty një demet, nuk do të kthehesh prapa për ta marrë, do të jetë për të huajin, por jetimin dhe gruan e vet, me qëllim që Zoti, Perëndia yt, do të bekojë në tërë veprën e duarve të tua. Kur do të shkundësh kokrat e ullinjve të tu, nuk do të kthehesh në degët e tyre. Ullinjt që kanë mbetur do të jenë për të huajin, për jetimin dhe për gruan e vet. Kur të vjelësh vreshtin tënd, nuk do të kalosh një herë të dytë. Vilet e mbetura do të jenë për të huajin, për jetimin dhe për gruan e vet. Dhe do të kujtosh se ke qenë sklav në vendin e Egjiptit, prandaj të urdhëroj të veprosh në këtë mënyrë. Psalmi 114. Kur Izraeli doli nga Egjipti, dhe shtëpia e Jakobit nga një popull që fliste një gjuhë të huaj, Juda u bë shenjtorja e tij, dhe Izraeli zotërimi i tij. Deti e pa dhe iku. Jordani u kthye prapa. Malet u hodhën si desh dhe kodrat si qengja. Çpatet i o det që ike edhe ti o Jordan që u ktheve pas, dhe ju o mali që u hodhët si desh dhe ju o kodra si qengja. Tridhu o tokë në praninë të Zotit, në praninë të Perëndisë së Jakobit, që shndërroi shkëmbin e liqen, shkrepin në një burim ujë. Psalmi 115. Jo neve o Zot, jo neve, por emrit tënd jepi lavdi, për mirësinë tënde dhe për besnikërinë tënde. Sepse do të thonë kombet, ku është tani Perëndia i tyre? Por Perëndia ynë është në qiejt dhe bën tërë atë që i pëlqen. Idhujt e tyre janë argjend dhe ar, vepër e duarve të njeriut. Kan gojë por nuk flasin, kanë sy por nuk shohin, kanë vesh por nuk dëgjojnë, kanë hund por nuk nuhasin, kanë duar por nuk prekin, kanë këmbë por nuk ecin, me grykën e tyre nuk nxjerrin asnjë zë. Një lloj si ata janë ata që i bëjnë tërë ata që u besojnë atyre. O Izrael, ki besim te Zoti. Ai është ndihma e tyre dhe mburoja e tyre. O shtëpia e Aronit, ki besim te Zoti. Ai është ndihma e tyre dhe mburoja e tyre. O ju që keni frikë nga Zoti, kini besim tek Zoti. Ai është ndihma e tyre dhe mburoja e tyre.
Zoti na kujtoi dhe do të na bekoj. Po, ai do të bekoj shtëpinë e Izraelit dhe do të bekoj shtëpinë e Aronit. Ai do të bekoj ata që kanë frikë nga Zoti, të vegjël dhe të mëdhenj. Zoti ju bëf të rriteni ju dhe bitë tuaj. Qofshin të bekuar nga Zoti që ka bërë qiejt dhe tokën. Qiejt janë qiejt e Zotit, por tokën ai ju a ka dhënë bijve të njerëzve. Nuk janë të vdekurit ata që lëvdojnë Zotin, as ata që zbresin në vendin e heshtjes. Por ne do ta bekojmë Zotin tani dhe përjetë. Haleluja. Isaia, kapitulli 51. Dëgjomën ju që ndiqni drejtësinë dhe kërkoni Zotin. Shikoni shkëmbin nga i cili jeni prerë dhe zgafellën e minjerës prej së cilës keni dalë. Shikoni Abrahamin, atin tuaj, dhe Sarën që ju ka lindur, sepse e thirra kur ishte vetëm, e bekova dhe e shumova. Në fakt, Zoti do të ngushëlloj Sionin. Do ta ngushëlloj për të gjitha shkatërimet e tij, do ta bëj shkretëtirin e tij si Edenin dhe vetmin e tij si kopshtin e Zotit. Do të gjejnë atë gëzim dhe hare, falënderim dhe tinguj këngësh. Kushtom kujdes o populli im, dëgjo mo kombi im, sepse nga unë do të vi ligji dhe unë do të vendos të drejtën time si dritë e popujve. Drejtësia ime është e afërt. Shpëtimi im do të shfaqet dhe krahët e mi do të gjykojnë popujt. Ishuj do të kenë shpresë tek unë dhe do të kenë besim në krahun tim. Çoni sytë tuaj drejt qiellit dhe shikoni tokën që ndodhet poshtë, sepse qiejt do të davariten si tym, toka do të konsumohet si një robë dhe po kështu banorët e saj do të vdesin. Por shpëtimi im do të vazhdoj përjetë dhe drejtësia ime nuk do të mungoj kurrë. Dëgjomuni o ju që e njihni drejtësinë, o popull që ka në zemër ligjin tim. Mos keni frikë turpërimin nga njerëzit, as mos u tremni nga fyret e tyre të rënda, sepse tenja do t'i hajë si një robë dhe mola do t'i brej si leshin, por drejtësia ime do të jetë përjetë dhe shpëtimi im brez pas brezi. Zgjohu, zgjohu, vishu me forcë o krah i Zotit, zgjohu si në ditët e lashta, ashtu si në breza që shkuan. A nuk je ti ai që e ke bërë cop Rahabin, që ke prerë dragojnë? A nuk je ti ai që ke tharë detin, ujrat e humnerës së madhe, që i ke bërë rrugë thellësitë e detit me qëllim që të çliruarit të kalonin? Kështu të shpenguarit nga Zoti do të kthehen. Do të vinë në Sion me klithma gëzimi dhe një hare e përjetshme do të kurorëzoj kokën e tyre. Do të marrin gëzim dhe hare, e dhëmbja dhe rënkimi do të zhduken. Unë vetë jam ai që ju ngushëllon. Kush je ti që i trembesh njeriu që po vdes dhe birit të njeriu të caktuar të jetë si bari? Ti ke harruar Zotin që të ka bërë, ka shpalosur qiejt dhe ka hedhur themelet e tokës. Ti kishe gjithnjë frikë tërë ditën përpara tërbimit të shtypsit, kur ai përgatitej të shkatronte. Por ku është tani tërbimi i shtypsit? I mërguari në robëri do të çlirohet së shpejti, nuk do të vdes në grop, as nuk do t'i mungoj buka. Sepse unë jam Zoti, Perëndia yt, që tund detin dhe bën të gjëmojnë valet. Emri i tij është Zoti i ushtrive. Unë i vura fjalët e mia në gojën tënde dhe të mbulova me hijen e dorës sime për të vendosur qiejt dhe për të hedhur themelet e tokës dhe për t'i thënë Sionit, ti e populli im. Rizgjohu, rizgjohu, qohu o Jeruzalem që ke pirë nga dora e Zotit kupën e zemërimit të tij, që ke pirë lumin e kupës së hutimit derisa e kullove krejt. Midis gjithë bijve që ka pjell, nuk ka asnjë që ta udhëheq. Midis gjithë bijve që ka rritur, nuk ka asnjë që ta marrë për dore. Këto dy gjëra të kanë ndodhur. Kuj do t'i vi keq për ty? Pikëllim dhe shkatrim, uri dhe shpat, kush do të ngushëlloj? Djemtë tu ligështoheshin, qëndronin në krye të gjitha rrugëve si një antilope zënë në rrjet, plot me zemërimin e Zotit, me kërcënimin e Perëndis tënd. Prandaj tani dëgjoj këtë, o e pikëlluar dhe e dehur, por jo nga vera. Kështu thot Zoti yt, Zoti Perëndia yt, që mbron çështjen e popullit të tij. Ja, unë po të heq nga dora kupën e hutimit, lumin e kupës së zemërimit tim. Ti nuk do ta pish më. Do ta vë përkundrazi në duart e atyre që të hidhëronin dhe të thoshin, shtrihu për tokë që të kalojnë mbi ty, dhe ti e bëje kurrizin tënd një vend, një rrugë për kalimtarët. Zbulesa, kapitulli 21. Dhe pash një qiell të ri dhe një dhe të ri, sepse qielli i parë dhe dheu i parë shkuan dhe deti nuk është më. Dhe unë gjoni pash qytetin e shenjtë, Jeruzalemin e ri që zbriste nga Perëndia prej qiellit, që ishte bërë gati si nuse e stolisur për burrin e saj. Dhe dëgjova një zë të madh prej qiellit që thoshte: Ja tabernakulli i Perëndis me njerëzit, dhe ai do të banojë me ta.
edhe ata do t'jenë populli i tij dhe vetë Perëndia do t'jetë bashkë me ta, Perëndi i tyre. Dhe Perëndia do të fshijë çdo lot nga sytë e tyre dhe vdekja nuk do t'jetë më as breng, as britm, as dhimbje nuk do t'jetë më, sepse të parat shkuan. Dhe ai që ishte ulur mbi fron tha: Ja unë e bëj gjithçka të re. Dhe më tha: Shkruaj, sepse këto fjalë janë të vërteta dhe të besuara. Edhe më tha: U bë, unë jam Alfa dhe Omega, fillimi dhe mbarimi. Unë do t'i jap atij që ka etje si dhuratë nga burimi i ujit të jetës. Kush fiton, do t'i trashëgoj të gjitha gjërat, dhe do t'i jem Perëndi dhe ai do të më jetë bir. Por frikacakët dhe të pabesët, dhe të neveritshmit dhe vrasësit, dhe kurvëruesit dhe magjistarët dhe idhujtarët dhe gjithë gënjeshtarët do të kenë pjesën e tyre në liçenin që digjet me zjarr dhe sjufur, që është vdekja e dytë. Dhe erdhi tek unë një nga të 7 ëngjëjt që kishin të 7 kupat plot me 7 plagët e fundit dhe foli me mua duke thënë: Eja, do të tregoj Nusen, gruan e qengjit. Dhe më çoi në frymë mbi një mal të madh dhe të lartë dhe më tregoi qytetin e madh, Jeruzalemin e shenjtë që zbristi nga qielli, nga Perëndia, duke pasur lavdinë e Perëndisë. Dhe shkëlqimi i saj ngjante me një gur shumë të çmuar si gur diaspri kristalor, dhe kishte një mur të madh dhe të lartë, dhe kishte 12 porta, dhe mbi porta 12 ëngjëj dhe emra të shkruar mbi to, të cilët janë emrat e të 12 fisëve të bijve të Izraelit. Nga lindja 3 porta, nga veriu 3 porta, nga jugu 3 porta dhe nga perëndimi 3 porta. Dhe muri i qytetit kishte 12 themele dhe në ta emrat e 12 apostujve të qengjit. Dhe ai që fliste me mua kishte një kallam të artë për të matur qytetin dhe portat e tij dhe murin e tij. Dhe qyteti ishte në formë katërkëndëshi, dhe gjatësia e tij është sa gjerësia, dhe e mati qytetin me kallamin deri në 12.000 stade. Gjatësia dhe gjerësia dhe lartësia e tij janë të barabarta. Mati edhe murin e tij 144 kubit me matje njeriu, do me thënë ëngjëlli. Dhe ndërtesa e murit të tij ishte diaspër, dhe qyteti ari kulluar i ngjashëm me qelç të kulluar. Dhe themelet e murit të qytetit ishin stolisur me gjithë vargurësh të çmuar. Themeli i parë diaspër, i dyti safir, i treti kalcedon, i katërti smerald, i pesti sardonik, i gjashti sard, i shtati krizolit, i teti beril, i nënti topaz, i 10 krizopaz, i 11 hiacint, i 12 ametist. Dhe të 12 portat ishin 12 margaritar, se cila port ishte prej një margaritarit të vetëm, edhe sheshi i qytetit ishte ari kulluar si qelç i të i dukshëm. Dhe nuk pash asnjë tempull në të, sepse Zoti Perëndi i gjithëpushtetshmi është tempulli i tij dhe qengji. Dhe qyteti nuk ka nevojë për diell as për hënë që të ndriçojnë në të, sepse lavdia e Perëndisë e ndriçon atë dhe llampa e tij është qengji. Dhe kombët e të shpëtuarve do të ecin në dritën e tij, dhe mbretërit e dheut sjellin lavdinë dhe nderin e tyre në të, dhe portat e tij nuk do të mbyllen fare gjatë ditës, sepse nuk do të ketë natë atje. Edhe do të sjellin lavdinë dhe nderin e kombeve në të, dhe nuk do të hyjë në të asgjë e papastër dhe askush që kryen neveri e gënjeshtër, por vetëm ata që janë të shkruar në librin e jetës së qengjit.